Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thanë se porosin më të shpesh ja ka kujtu shokëve të vet, vetës vet, familjes vet, ka thënë e kthiru dhikra hadin ladhat. Kujtoni vetës shumë shpesh ata që ja shkatërron kënaqësinë. Kush është kjo? Vdekja. Dikush prej nesh mendon se xhallat nuk kanë temë tjetër kur dojnë me mri cakun, kur dojnë me mri synimin në xhamat, duhet ta pakujtut. Nuk është qëllimi këtu te frika. Asnjëherë nuk e synoj, personalisht nuk e synoj asnjëherë që vdekja të jetë një temë e cila kur e dëgjon besimtari, tutor pijamiz duhet me bëmë avese na ka trishtu hoxha sot. Përkundra se vdekja dën ty me të bëmë burr më të mirë. Ty vdekja kujtimi i saj dën me të bëmë musliman më të mirë. Dën me të bëmë kujshim më të mirë, vëlla më të mirë, prindër më të mirë, bashkëshort më të mirë. Se ti kur i bën këto hesape, dhe çka mendja si kimë vdekje dit, ti nuk je mosallumçar. Ti nuk e lën më namazin në xhami, ti nuk e humbon xhumat. Nuk i humb pesë të namazit, për shkak se ti si kimë vdek dhe kimë shku tek Allahu, e pastaj komë të marr Zotin në hesab për këtë të bëma të cilat i ke bën. Je larg harameve, nuk vjen alkool, nuk bën zina, nuk je prej atyre që punon me kamat, nuk punon me rishvet, korrupsion. Je larg tradhtis, je larg çdo veprimi të ulët i cili nuk i përket karakterit të muslimanit. Krejt këto t'i sjellë kujtimi i vdekjes. Dhe kujtimi ati momenti kur njeriu do të jetë i lanë në vetë,